35 vatra zjarri janë raportuar në vend gjatë 24 orëve të fundit, ndërsa 8 prej tyre vijojnë të jenë aktive. Sipas Ministrisë së Mbrojtjes, në operacion janë angazhuar 533 forca dhe 39 automjete zjarfikse, ndërsa në mbështetje të tyre janë përfshirë dhe 186 efektiv të forcave të armatosura, 4 helikopter dhe 2 avion Air Tractor. Në dajt të Tiranës vijon ndërhyrja për shuarjen e zjarrit mbi tunelet e Qafmollës, ku operacioni mbështetet nga 50 efektiv të FAS dhe 2 helikopter. Autoritetet bëjnë me dije se nuk ka rrezik për zonat e banuara. Në Kruj, forcat po punojnë për izolimin dhe shuarjen e vatrave në Abazaj dhe Zidol, ndërsa edhe këtu nuk raportohet rrezik për banesat. Situata vijon të monitorohet edhe në Gurlur dhe Qafhelmes në zonën Bulqi-Selisht. Në këto zona po ndërhyret nga toka dhe ajri me efektiv të forcave të armatosura, avion, Air Tractor dhe mjete të tjera. Ndërkohë ndërhyrje për izolimin e vatrave vijojnë edhe në Lezhë, Elbasan dhe Shkodër, ndërsa zjarret në Përmet, Troj, Qukës dhe Paulesh janë shuar plotësisht. Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile vijon monitorimin dhe koordinimin e operacioneve me fokus mbrojtjen e zonave të banuara dhe vënien në kontroll të vatrave aktive.